E të shifën edhe këtu hinë ai muhabeti islamit tradicional. Do të çfarë islami lipim na? Islam tradicional ku s'ka namaz. Islam tradicional ku s'ka shami për vazën muslimane. Islam tradicional që nuk shkon në haç. Islam tradicional që nuk kthehet kurban për Bajram. Po Bajramin e bën me parti, me muzikë dhe me alkohol, Bajramin. Që si Islami lipaj. Ose do më thonë, Islam pa kur një farë detyre dhe obligimi ka shë Allahu dhe Gjelal. E ne themi, kjo s'ka lidhe me Islami. Kjo s'ka lidhe as me tradit, as me Islam. Kjo është prodhim, dhe thot, i juvi. Islami ka regullat e veta, kush që thot vetës që është musliman, duhet mi përmbat atyve regullave. Si përmbat, e hum emrin musliman. Thuj vetës qka dush, agnostik, dhe thot, ateist, me fe, pa fe, qka dush thuj? Ama musliman se një thu. Edhe nuk ka kjo puna jeme edhe e o gjallarve, kjo puna e regullave. Shkon, paramendoni në bota si zhvillohet, më një kafe elitare. Edhe kafe elitare për me bo dalimin e shtresave, vendos që ajo që quhet dress code, kod veshmbathjeje. Edhe për me i në atë kafe, në atë restoran, ti duhesh me pas veshmbathje të caktume. Se ki nuk lon me hi. A me kafe, restoran, ja, duhesh me pas për shumë smoking, tesha dhe më thonë katë dveçanta, për me mujt me hiti në atë restoran. Për duhesh e slon. Një restoran që ka bu një njeri, për me bo dalimin me shresave, ka vënu regullat të veshmbathjes, edhe kush nuk i përmbush, së mund është ti me shku me trenerka, së mund është me shku ti me pantullet shkurta, së mund është me shku me patika, me atlete. Do është me shku patitër me këpuc, salonit, me pantolle, do thot shtof, me këmish, me sako. Edhe ato du të me konë veçante, jo qëfar do koftë. E të është një fej, më një fej që ka të bënë me jetën dhe vdekjen, dhe jetën pas vdekjes, ati ti donë pa regula. Kur dush me hi, kur dush me dalë. Si dush me hi, si dush me dalë. Si e me noti këtë fund. Nëse është fe dhe ka të bënë me para historin, ka të bënë me historin dhe ka të bënë me pas historin, dhe jetën para krijimit të njerëzve, dhe më thonë tokë, krijimin e shpirtave, jetën krijimin e tokës gjithësisë dhe jetën dhe shkatrimin e gjithësisë dhe jetën pas vdekjes. Të janë tre faza, dhe thotë që ka pjesë fizike dhe ka pjesë metafizike dhe këtë bota dhe më këtë eksistenca i kalon këto faza mës me pas regula, një fej që i regulon këtë madhësi. Së mundet. Mirë po njerëzit mundohen. Andaj herë flasim për islam tradicional, traditat tona, qëka janë ato tradita? Traditat na duhet me i filtru. Me regullat e fesë dhe me regullat logjike. Shumë gjëra janë kontë përhapuna si tradita në kalumen, është konstatu se ato janë paku një farë vlerë, paku një farë efekti. Lijet, qofte e punë e kurimit, e shërimit, qofte e punë e shëndetit, e punë e suksesit, e punë e udhëzimit, besimet kota që thutë, besytni. Shka dëshmohet, do më thonë, fetarisht që s'ka vlerë fetare, dhe shka dëshmohet, shkencarisht që s'ka vlerë shkencore, ajo hidhet poshtë. S'ka vlerë, man. Së mund është krejt ato besimet kotat, gabuarat, përvojat gabuara, që ndoshta për një moment janë konë të mëzdoshme se s'ka pas gjithet i me vazhdu mi përdorë hala. Vjen mjekësia, konstaton se një mjek, një ilaç që është përdorë 30 vjetë, 50 vjetë kalume, sot më nuk ka vlerë. Të alo më dhume, unë du me përdor atë ilaqin se tradita, familjarë jonë e ka përdor që atë ilaq për edhe. Të minë të shmendori është kjo formë. është konstatue me hulumtime shkencore, për shumë burimeve, se ai ilaq nuk ka kur farë efekti. Pse ti duhesh me përdor? Ama baba me ka përdor. Me ka përdor se s'ka pas tjetër. Sot është konstatuar se s'ka dobi ti merr tjetër. Andaj traditat që janë për hapë kalumen, ato duhet futen filtr. Atë fetar edhe atë shkencor. Ato që kanë të bëjnë me besimet në filtrin fetar. E kalojnë filtrin fetar, vazhdojnë me qenë pranë shpirtëna. Nuk e kalojnë filtrin fetar, hudhen poshtë.
Njëtë gjëra që kanë të bëjnë me shkencën, me mjekësinë, futen filtrin e shkencës. Ajo që e ka lënë filtrin, vazhdon me u përdor. Ajo që nuk e ka lënë filtrin, hodhe poshtë. S'ke nevojë me majtë. Edhe mirë, po kjo është ai parimi që ata e kanë përdorur vazhdimisht, edhe sot e përdorin për ta luftuar fenë e vërtetë. Atë fe e cila e bën ndryshimin e botkuptimit të njerëzit. Edhe fillon me pa botën në prizmën e besimit të tij monoteist, se vetëm Allahu është krijuesi i gjithësisë, vetëm ai është i gjithfuqishëm, vetëm ai është i gjithdijshëm dhe krejtë na kemi nevojë për të, duhet atë të adhurojmë dhe asgjë nuk do të bëhet pa dëshirën e vullnetin e tij. Në prizmën e kësaj na të bëj pas gjëra. Andaj këta i than atij Salihut alayhis salam, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una, a në ndalon të adhurojmë atë që adhurojmë pritët tonë, wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murib, a na kemi shumë dyshime në lidhje me këtë ofertën tonë. Tani dyshimet a janë reale, nuk janë reale. Ama dyshimet, shifne, kur ti hin bisedë me diken, para prakisht i përgatitur me kundërshtu, ti si ndëgjon me vëmendje bisedat e tija, argumentet e tija. Se ti nuk i hin bisedë me përfitu nga ajo që e tjep ai, po ki hin bisedë me kundërshtu me çdo kush. Edhe këta e dritarë, kur filloj me vaprish të rezin Salihu a.s. me thirrjen e tauhid, ata ma e hupën busollën, e hupën rezonimin e shëndosh. Edhe ata tash thanë, na vazhdojmë traditën tonë, na s'dojna me një për ty, badjava që ti flet, çka të dush thuj, çka të dush sjell, na vazhdojmë traditën tonë. Andaj tha, na kemi shumë dyshime në atë që na thret ti. Pika, si ka logjik me besu shumë zotra, kundërthënës mes vete, e s'pas ka logjik me besu një Allah, një zot krijues. Mirë po, kështu është kur njerëzve Allahu ua vulo zemrat, edhe kur njerëzit bin faktikisht nga rezonimi i shëndosh në ndikimin e nervozës, nga ndikimi i humbjes së pushtetit, humbjes së dominancës, edhe që themi na e humb busollën, e humb orientimin. Edhe normalisht e refuzon çdo gjë që ofron tjetri, edhe nëse është e dobishme. Edhe ky ves fatkeqësisht edhe neve shpesh na ndodh. Muslimanëve, mes vete, kur flasim edhe debatojmë. Momenti që nervozohemi, na nuk dojna me një çka na thot tjetri. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Kur të nervozohesh, shko me abdes. Se shejtani qarkullon damarët e gjakut tanë, ta nxev gjakun, shko me abdes, sa ditë pak se nuk kupton mirë, nuk analizon mirë. Nëse je në kam ulur, nëse je ul qow, bën lëvizje për ta ndal ndikimin e mllëfit, e zemrimit, e nervozës tek ti, edhe me ta pengue mundësin me pa të vërtetën si të vërtetë. Dhe për këtë shkak këta e dhanë përgjigjen e vetë, do thot Salihut, se tha na nuk e besojmë këtë që na thuti. Normalisht Salihu a.s. filloi debatin me ta dhe u tha, ajeti 63, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allah in asaytuhu fama tazidunani ghayra takhsir. Tha populli, nëse mua Zot jem ka dhënë një mision, një amanet. Edhe unë e kam kuptuar se kjo është diçka tej mase e veçantë, edhe tej mase e fuqishme. Nëse unë kam fakte për këtë besim, për këtë mision, dhe nuk e çoj në vend, kush e mbron mua pi Zotit tem? Unë kam bindje se kjo pejgamberia, udhëzimi, shpallja, mëshira është nga Zoti dhe kam fakte për këtë punë, sepse ka ndodhur, sikurse e dim na gjithë, shpallja ndodh në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe atij që i vjen shpallja e vëren se nuk është ndodhur diçka e zakonshme, është e jashtëzakonshme. Edhe ai dashja apo nuk dashje bindet milion % se kjo që ai ka ndodhur atij është e çuditshme. E tash unë e di, jam i bindur se shpallja është mbi Zotit. E ju po thoni lënë këtë punë. E unë po ju pyes juve tash, e kush më ndihmon mua karshi Zotit tem nëse unë se çoj vend amanetin e tij?
Jo, po, jo s'keni fuqi me i darë karshi Allahut. Andë tani fillon me bisedu me logjik thjesht. Unë e kam bindje se Zoti është një dhe ai më ka dhënë një amanet. Ti po thuaj mos e vazhdo këtë punë, se është e kotë. Nëse unë e lo atë që e besoj për atë që ju e thoni, kush e mbron mu pjatë i Zotit? Andaj, filloj me logjik thjesht me i demantu ata dhe teorit e tyre.